Po të thamone nga diaspora, jam gjithmonë me mendje, me shpirt, më kthy në dhe. Absolutisht bashkë për zgjedhje kam ardhur. 5 vitet e fundit qeverisë së Kurti për mua janë shumë tarta. Është ka harxime shumë të mëdha. Ti mundesh me marr 2200-300 fjalë apo bjen, por 1200-300-400 i ken banesa. Besoj që nuk mjaftojnë. Diasporën jo që duhet, po duhet edhe të investojnë për t'i kthyr, t'i dhënë kushtet, t'ia bujnë kushtet për me kthyje. Apo më tregon ç'shime diaspora? Shumë bukur, shumë mirë. Çka po ta ndres ditën, jetën? Po të thamone nga diaspora, jam... Je kurbeçor. Po, Në cilin vend je jashtë? në Ferlane. Tregon larg pas ke shku, e pse atje? Që është fati ka dashtë. Se sa ku je atje? Kam 33 vjetë jashtë. Pse shkuva, tregon. Po të kthej pa. Kushtet ekonomike kanë qenë atë ku, prej në lejtave. Me cila fjalë u nisë për gurbet? Gjithmonë me mendje, me shpirt, më kthy në dhe. Më kthy. A ke vendos më kthy përfundimisht? Po, me të thonë të vërtetën, gjithmonë e kem atë mendim, por E çka ju ndal, ju stopon, që mos më kthy? vetëmja është mundësia që fëmijët tash, do më thonë, e kanë fillu edhe, janë rrit, i kam të martu në gjithë atje, janë, do më thonë, kanë kriju familje, edhe nuk mu i me ja u prish në ashtë rahatin. Me lon s'ka mërmenja morë, të veç me grua? Jo, me ta thonë të vërtetën, këtu vitet e 5 vitet e fundit qeverisë së Kurti, për mua janë shumë tarta. Edhe do të vjen të kem shumë shpresë të mëdha që do të bëhet mirë me si një kryeministër, absolutisht bashkë për zgjedhje kam ardhur. Për Albinin, publike. Albin Bobën që Mos më çopa. Po normal. E si e shajetesën këto? Si e shajetesën këto? Vendin tonë. Me të vërtetë është bukur, është mirë. So, kështë deshti me qenë paga minimale me e bu një jetë normale. Jo loks, po normale. Po shiko, tash janë edhe çmimet në tavan. Kanë arritë. Do më thonë, kjo ka ndiku shumë që s'ka, do më thonë, për çmimet, do më thonë, me ndërpreje këto rritjet e çmimeve. Mirë po, mendoj që me ardhen e Albinit që shështu i rrit, do më thonë, pagat minimale, besoj që shumë shpejt dhe të vime edhe sikur në perëndim. Shumë shpejt. Tregon pak se është paga minimale në Finland? Me të vërtet është tash komuna që i pagun, ata që s'janë të punësun, është dikon 460. Pa punë që? Po, I pagun. po. Që pa kesh mirë për kanë. E me punë sa po sillet paga? Po tash në varët se te jashtë ka harxime shumë të mëdha. Ti mundesh me marr 2200-300 fjalë apo bjen, por 1200-300-400 i ken banesa. Automatikisht. Ki rrymet, ki ujësit, ki shumë obligime, do më thonë, qatë shkësh në punë, besoj që nuk mjaftojnë. Nuk mjaftojnë. Me vështirë që e ki pas një? Në jetën time, kur jam kthy, kur kom lëshu Kosovën, më e vështirë ka qenë. E për çka je pishman? Deri më tash. Se një gabim që nuk ja fal vetës. Po një gjatë jetës njëri bon ashtë atë si gabime mirë, po gabime kështu që mos me a fol vetës, nuk... Që kom dollë herën e parë, muj me thonë kështu, se kom posë në ashta motive që i kësha gjitë edhe vetën edhe këtu, se këtu edhe kom punu, edhe këtu kom gjenë me gjithë bashkëshurte në punë, por atëherë vitet e 90-at, do me thonë, po normal që ajo është mirë, po këtu me gjithë se fabrikat, si që dimna, i sheten krejt, i shkatrun, pas luftës. Edhe kështu që në detyruam se jemi orës disa orë, këtu me lyp, do më thonë vend punës më këthyje, se unë vetë i dytë e kum banu, e kum ditë që mund një dalë, se ja kum dollë ma herët, po me gjithë se thëshin hëse vjetë, edhe do më thonë i mbëllën krejt, i sheten për pruna, do më thonë për magazina, edhe me të më rrugëve
të Evropës. Shkaktar numër 1 janë qeveritë e përpashme, që janë amet jashtë. Që ata që janë kona? Pavarësisht, edhe të shkon edhe Albin Kurti të djejtë atë fjoli kam. Po, e shumë gjatë këtyne vite që ka bo për vendit tonë. E sa po patriotat vërtet? Po flasëm të vërtet, qoftë këto, qoftë atje. Ama të vërtet janë ata në gurbet, këta këto, që përrejnë gjaks. Po, qëre, patriotizmi nuk shitet në atë mënyrë këtu është e jashtë. Vendin e dojnë gjithë e dojnë. Por duhet punë, punojnë pa ndërprej. Ti bujnë edhe atë kushtet edhe atë atysh. Se po e pajsojnë diasporën që po voton, po thonë ata nuk jetojnë jetën tonë këto. Edhe veç po vinë po e qesën një votë. Ata duhet mendojnë njerë e përgjithmonë të mirë. Se këtu edhe kom punu, edhe këtu kom gjenë me gjithë bashkëshorte në punë, por atëherë vitet e 90-at, do më thonë, po normal që ajo është mirë, po këtu me gjithë se fabrikat, si që dimna, i sheten krejt, i shkatrun, mas luftës. Edhe kështu që në detyrum, se jemi orës disa orë, këtu me lypë, do më thonë vend punës mu këthyje, se unë vetë i dytë e kumë banu, e kumë ditë që mu një dalë, se e kumë dollë ma heret, po me gjithë se thëshin hëse vjetë, edhe do më thonë i mbëllën krejt, i sheten për pruna, do më thonë për magazina, edhe me të më rrugëve të Evropës. Shkaktar numër 1 janë qeveritë e përpashme, që janë amet jashtë. Që ata që janë kona? Pavarësisht, edhe të shkon edhe Albin Kurti të djejtë atë fjoli kam. Po, e shumë gjatë këtyne vite që ka bo për vendit tonë. E sa po patriotat vërtet? Po flasëm të vërtet, qoftë këto, qoftë atje. Ama të vërtet janë ata në gurbet, këta këto, që përrejnë gjaks. Po, qëre, patriotizmi nuk shitet në atë mënyrë këtu është e jashtë. Vendin e dojnë gjithë e dojnë. Por duhet punojnë pa ndërprej. Ti bujnë edhe atë kushtet edhe atë atysh. Se po e pajsojnë diasporën që po voton, po thonë ata nuk jetojnë jetën tonë këto. Edhe veç po vinë po e qesën një votë. Ata duhet mendojnë njerë e përgjithmonë të mirë, që diasporën jo që duhet, po duhet edhe të investojnë për t'i këthyjë, t'i dhonë kushtet, ja bujnë kushtet për me këthyje. Do më thonë me jo gjithë venat punës, ose në biznis, apo në për institucionet matë nota ku kanë edhe shkallim të kryjnë, se ata shkallimin e kanë kryjnë shumë në ndështetet të fëqeshme. Si që është përdojnë da është vene i parë edhe në botë, më i me thonë për nga shkallimi. Edhe me avavit kushtet edhe atyne, që vinë të punojnë këto. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve gjithashtu. Kalofshim.